Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos harxoni para për të larë tapetin, jashtë ta lani atë brenda në shtëpi pa u munduar. Tapeti është një element shumë i rëndësishëm në kompletimin edhe arredimin e shtëpisë, por her pas here ai bëhet pisë dhe duhet larë ashtu siç lani edhe veshjet e tjera. Por para se ta çoni atë në një pastrim kimik, ne ju sugjerojmë që të provoni këto truke. Kripa është një armë e dobishme kundër njollave. Ajo thith lagështinë nga fibra e tapetit. Kjo është e rëndësishme sepse lagështia shkakton dekolorim të fibrave të tapetit. Së dyti, kristalet e kripës kanë veti shumë të buta abrazive të cilat heqin njollën nga tapeti. Thjesht hedhni pak krip tek njolla, fërkoheni butësisht, lëreni atë për disa minuta derisa të thahet njolla. Pastaj, pastrojeni atë me një fshes korrendi. Kripën gjithashtu ju mundet që ta kombinoni dhe me ujë, sodë buke ose uthull të bardhë. Detergjent enësh. Detergjenti i lëngshëm me të cilët lani enët meriton edhe një vend të nderi në kuzhinën tuaj, sepse funksionon edhe kundër njollave të tapetit. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të hidhni disa pika në ujë të ngrohtë, futeni në një shishe spray dhe spërkateni me shumicë zonën e njollosur. Fërkojeni zonën me një furçë ose me një copë të butë. Detergjenti juaj i enëve është veçanërisht i dobishëm për të larguar njollët e yndyrës. Detergjenti i enëve është veçanërisht i rëndësishëm pasi mund të shpëlahet lehtësisht dhe ai përthithet vetëm me një leckë të zhytur në ujë të pastër. Gjithashtu, ju mundet që të përdorni edhe shkumë rroje. Mund të duket e çuditshme, por funksionon. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të aplikoni shumë shkumë rroje në zonën e njollosur. Lëreni për 30 minuta ose gjithë natën. Më pas, hiqeni atë duke e fërkuar me një leckë të pastër. Funksionon shumë mirë për njollat si ato të kafes. Ujë i oksigjenuar. Sipas ekspertëve, uji oksigjenuar është një nga metodat më efikase edhe në largimin e njollave nga tapeti. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të spërkatni një mas ujë të oksigjenuar me pak niseshte në tapetin tuaj. Fërkojeni, lëreni të thahet dhe më pas largojeni me fshes me korrent. Uji i oksigjenuar gjithashtu dezinfekton dhe higjienizon, kështu që është një pastrues perfekt me një spektër të gjerë. Sodë buke, nëse të veçlit ose kafshët shtëpiake vjellin mbi tapet, soda e bukës është aleati juaj më i mirë. Në fillim e gjitha çfarë duhet të bëni është që ta pastroni zonën me sa mundeni. Më pas përkatni pak sodë buke dhe fërkojeni me një leckë ose peshqir letre. Pasi të thahet, pastrojeni me fshes me korrent. Soda e bukës jo vetëm që heq njollat, por dezinfekton tapetin. Të njëjtën procedurë mund ta përdorni edhe kur kafshët shtëpiake urinojnë në tapet. Aceton. Në rast se bëhet fjalë për njolla boje, është mirë që të veproni shpejt para se ajo të kthehet në një njollë të përhershme. Dhe produkti më emergjent të cilin ju mund të ta përdorni në këtë rast është pikërisht acetoni, i cili largon manikyrin nga thonjtë tuaj. Lageni zonën e njollosur me aceton dhe më pas fërkojeni atë me një leckë të butë ose me një sfungjer dhe sigurisht derisa njolla të largohet. Edhe holluesit e bojrave dhe benzina janë mjetet e emergjencës që funksionojnë në këtë rast. Para se të telefononi një pastrues të shtrenjtë tapetësh profesional, ka disa metoda të besueshme të pastrimit për njollat më të zakonshme të tyre. Pastrimi i tapetit duket si një detyrë e pamundur për t'u trajtuar,
por mashtrimi qëndron në llojin e njollës me të cilën keni të bëni. Pastrimi i verës është një proces shumë i ndryshëm nga pastrimi i gjakut, por ju e dini, ka disa lajme të mira. Mjetët që ju duhen për të pastruar shumicën e rrëmujave janë ndoshta në dollapin tuaj. Pavarësisht se çfarë zgjidhje jeni duke kërkuar, ka një këshill që zbatohet në të gjithë bordin. Kur pastroni një tapet, duhet që të bëni kujdes me fërkimin e saj sepse mund ta përhapni njollën edhe më keq. Kafe apo çaj? Njollat e kafes dhe çajit duken si një mision i pamundur, por do të habiteni që birra mund të përdoret lehtë për të hequr njollat nga qelimi juaj. Sigurisht, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të hidhni pak birrë sipër, futeni lehtë në material dhe njolla do të zhduket menjëherë para syve tuaj. Ju mund të duhet ta përsërisni procesin disa herë derisa të siguroheni se të gjitha njollat do të jenë larguar tërësisht. Sigurisht, mund të përdorni edhe një truk për heqjen e njollave të frutave dhe lëngjeve të frutave. Përzjeni një lugë gjelle detergjent të rrobash me një lugë gjysmë uthull të bardhë të kombinuar me 2 gota me ujë dhe më pas pastroni njollën me këtë tretësirë, njollat e yndyrës ose vajt. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të vendosni një peshqir letre mbi yndyrën ose njollën e vajt. Pastaj vendosni një hekur të ngrohtë sipër. Yndyrat do të ngjiten në peshqir dhe do të ngrihen lart. Nëse nuk e kuptoni që funksionon, spërkatni një seshten e mistrit në mënyrë të lirshme mbi njollë. Lëreni të qëndrojë për disa orë, pastaj pastroni me vakum. Ju do të habiteni se sa e dobishme është nisështeja e mistrit. Ajo mund të përdoret për të thithur shumë lloje të ndryshme njollash. Sigurisht mund të pastroni edhe çamçakëzin. Përdorni akull në një qese plastike për të mbuluar çamçakëzin dhe ngrirë atë. Pasi ta keni lënë në maj të çamçakëzit për rreth 15 minuta, atëherë përdorni një objekt të topitur si thik për ta goditur, pastaj me vakum pastrojeni së bashku me një peshqir. Ketchup. Një derdhje e ketchupit në qelim kërkon që ju të veproni shpejt sepse sa po të thatë ketchupi është gati e pamundur që ta hiqni njollën. Ju me siguri e keni provuar atë me veshje. Sasi e vogël kripe mbi ketchupin e derdhur do t'ju vinë në ndihmë duke lënë atë për disa minuta dhe më pas duke e pastruar. Sfungjeroni çdo tepricë dhe vazhdoni këtë proces derisa njolla të zhduket plotësisht. Bojra. Duke përdorur një solucion me 1/4 lugë çaj, uthull dhe ujë, lagni një peshqir letre dhe fshiheni njollën. Njolla misterioze. Nëse nuk je i sigurt se cila është njolla e panjohur por përsëri dëshiron ta heqësh qafe atë, ky pastrues qelimash është një lloj zgjidhje për gjithçka. Përzjeni një lugë çaj me peroksid hidrogjeni me 3% me pak krem ose një pastë të dhëmbësh jo xhel. Fërkoheni pastën në njollë me një leckë të butë. Bojë. Për të pastruar bojën e derdhur, pastroni bojën e tepër duke përdorur një thik tavoline dhe peshqir letre për të pastruar njollën. Thithni një leckë të pastër në alkool fërkues dhe fshihni zonën e pisët. Siguroni që të mos përdorni lëvizje rrethore, thjesht fshi lart poshtë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!